Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luksemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell. Berlini. Ky nuk është thjesht një qytet, është pika zero e Evropës, vendi ku për dekada me radhë është vendosur fati i gjeopolitikës botërore, ku muret kanë rënë dhe ku aleancat janë farkëtuar në mpeshën e rënd të historisë. Të jesh këtu, do të thotë të jesh në qendër të vëmendjes, aty ku çdo lëvizje matet me milimetra diplomatik. Për vite me radhë, njeriu që do shihni sot ka shkelur pikërisht mbi këto qilima të kuq. Ai ka qenë fytyra dhe zëri i Kosovës në Gjermani në vitet më delikate të shtetëndërtimit tonë. Por jeta ka kapituj të ndryshëm dhe aftësia vërtet e një lideri nuk është vetëm të mbijetojë në politikë, por të di të riinventojë veten kur ndron fushën e lojës. Sot, ai ka zhveshur kostumin e ngurtë diplomatik për të veshur atë të sipërmarrësit vizionar. Të kalosh nga korridoret e heshtura të diplomacisë në Berlin drejt zhurmës dinamike të menaxhimit të projekteve strategjike është një kapërcim që kërkon guxim. I ftuari në eksperiencën e tij unike e ka përkthyer tashmë në strategji të mirëfillt biznesi pranë Astor Holding. Më shumë nga i ftuari kuptojmë në intervistën me Malbora Gurrën në vazhdim. Ai është njëri që njeh peshën e fjalës, vlerën e disiplinës dhe pravaskenat e politikës. Skënder Xhakaliu, mirë se vjen me ne për te i kufive. Faleminderit, kënaqësi që jeni prezant me juve. Ju falenderoj përzemërsisht që pranuat të bënim këtë intervistë sot. Mund t'ju thras Skënder? Patjetër, me kënaqësi. Skënder, po ta nisim nga fillimet. Gjermania ka qenë themeli për shumë njerëz i mundësive, ka qenë vendi ku ata shpresonin për një jetë më të mirë. Për ju, shumë shpejt u bë shtëpia juaj dhe një zyrë e niveleve tepër të larta. Nëse do shkonim pas në kohë, cila ka qenë shija që ju ka lënë Gjermania në fillimet tuaja këtu? Atëherë me që ne kemi pas mundësinë përmes familjes e cila që nga vitet 1970 ka ardhur në Gjermani, ne Gjermaninë e njohëm që nga mosha 2 vjeçare, mund të them. Ju jeni rritur në Gjermani? Prandaj një pjesë të madhe të jetës time kam kaluar në Gjermani, kam kryer shkollimet, studimet dhe natyrisht një karrierë. Kështu që kjo pjesa e diplomacisë ka qenë mandej një nder shumë i madh dhe një krenari me që një pjesë tjetër që kam kaluar në Gjermani dhe ne patëm mundësi që ta përjetojmë këtë detyrë.
Gëzohem. Një detaj i rëndësishëm që ishte i panjohur për ne. Ju jeni rritur në Gjermani. Detyrën si ambasador e keni marrë në vitin 2012. Është e vërtet? Po. Kosova në atë periudhë kohe, unë do ta përshkruaja si një fëmijë që sapo mësonte të ecte. Një shtet i ri. Ka qenë vështirë për ju në Berlin, le të themi, të trokisnit në dyer, kanë qenë njerëzit skeptik ndaj jush, apo mbas edhe kurioz për të arritur këtë fëmijë, për t'i dhënë suportin e dur? Është më së vërtet, natyrisht Kosova në vitin 2008 fitoi edhe pavarësinë. Me njerë pas pavarësisë, unë shpreha interesimin që të kthehem dhe t'jap kontributin tim në qeverisjen e Republikës Kosovës, në shtet formimin e Republikës Kosovës, dhe jam kthyer në shtator të vitit 2008 në Kosovë, ku jam inkuadruar në proceset e shtet formimit të Republikës Kosovës. Konkretisht kam qenë pjesë e Ministrisë të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës për 4 vite. Në vitin 2012 është marrë vendim nga qeveria që të emërohem ambasador i Republikës Kosovës në Gjermani, në shtetin ku një pjesë të madhe të jetës, të punës, studimeve dhe karrierës e kam kalu. Kështu që ishte një befasia zakonisht e madhe dhe natyrisht një nder për mua që të kthehem prapë dhe të shërbej për shtetin tonë Kosovën. Në ditët e para, natyrisht të formimit të ambasadës tonë në Berlin, kanë qenë fillimet e viteve 2008, me që është bërë, është themeluar dhe Ministria e Punëve të Jashtme, dhe unë kisha rastin që t'jem ambasadori i dytë të Republikës Kosovës, me qenë që 2008-2012, 4 vite vetëm ishin bë etablimi i ambasadës dhe shërbimeve tjera diplomatike. Por për mua ka qenë natyrisht një mundësi e artë që ato kontakte që i kemi pasur me herët, edhe në lidhjen me institucionet gjermane, që ti shfrytëzojmë mënyrën pozitive, dhe trokitja në derë si fëmijë ose si shtet i sapo formuar, ishte jo e vështirë për mua direkt, por natyrisht donte angazhim shumë të madh që ne të jemi prezent në një kryeqytet të themi evropian, me qenë se Berlini është po ashtu pjesë e një madhësie të madhe dhe me peshë të madhe për Evropën. Prandaj nuk ishin ditë të lehta, por mundësia, dëshira dhe vullneti ishte shumë i madh. Kjo do kishte qenë pyetja ime e radhës, propozimi për të bërë ambasador. E keni pranuar me gjithë dëshirë që në fillim, apo ka qenë një vendim ku ju keni menduar pak më gjatë? Ju them shumë sinqerisht, as që kam pritur se emri im do të vinte në konsiderim, me qenë se natyrisht ne kemi edhe shumë njerëz të cilët kanë merituar këtë postë dhe e meritojnë. Ishte befasi për mua kur uftova në zyrën e kryeministrit dhe natyrisht nga presidentja Atifete Jahjaga, e cila ishte në detyrë në atë kohë. Mora dekretin që të shërbej në Berlin dhe kjo befasi për mua ishte me të vërtet një vullnet, një dëshirë shumë e madhe, me që ne kemi jetuar në këtë shtet dhe kemi qenë aktiv që nga viteve të 80-90, dhe më thonë për shumë detyra dhe angazhime, dhe në ato vite ne as që kemi pas ndonjë ëndër se do të kemi ndonjëherë shtet dhe do të shërbejmë për shtetin tonë. Prandaj për mua ishte një detyrë e shajt, me të cilën unë jam munduar që 6 vite ta realizoj me të vërtet me sinqeritet. Me pak fjalë kuptova që diplomacia është një maraton. Kërkon vazhdimsi, por në Kosovë shpeshherë duket se ndrohen qeveritë. Sikur tentohet të rishkruhet historia nga e para. Sa e vështirë është për diplomacinë kosovare sot të ketë një shtyllë kurrizore të fortë, kur politika e ditës, ajo e brendshmja, mos të tentojë të ndërhyjë gjithmonë në atë politikën e jashtme. Sa e rëndësishme është kjo?
Është natyrisht shumë e rëndësishme. Pjesa e shërbimit diplomatik, sidomos në vendet kyçe, siç është Washingtoni, Londra, Parisi, Berlini natyrisht, e kanë peshën e vet, e kanë rëndësinë e vet dhe natyrisht çdo pjesëtar i shërbimit diplomatik besoj që detyrën e kryen me nder, besoj që angazhimin e ka jashtëzakonisht shumë të madh dhe ne kontribuojmë që ta forcojmë këtë kurriz boshti, domethënë të shtetë ndërtimit. Në aspektin e politikës së jashtme, natyrisht që detyra e diplomatit është që ta ndjek udhëzimet të cilat vijnë nga Ministria e Punëve të Jashtme apo nga Qeveria e Republikës Kosovës. Dhe kjo besoj që në shumicën e rasteve të gjithë diplomatëve, po sidomos kolegëve ose ish kolegëve të mi me të cilën kam bashkëpunu, ka qenë me të vërtet një angazhim maksimal i të gjithë tyre që ta prezantojmë shtetin tonë më të ri në botë dhe natyrisht kontribuojmë që imazhi i Kosovës të jetë sa më i lartë. Përfaqësimi i Kosovës është në nivelin e duhur për momentin? Si e shikoni ju? Nëse flasim për politikën e jashtme të Republikës Kosovës në përgjithësi, mendoj se nuk është edhe aq e kënaqshme, sepse ne kemi parë disa pengesa të ndryshme viteve të fundit, apo ndoshta edhe një angazhim jo aq sa i nevojshëm për një shtet të ri, meqense se ende jemi shtet i ri, dhe natyrisht duhet të jemi shumë të përkushtuar, sidomos në politikën e jashtme, në marrëdhëniet ndërkombëtare, në proceset të ndryshme të integrimit në Bashkimin Evropian, po përtej edhe natyrisht integrimin në çështjet euroatlantike. Tani kemi një dinamikë shumë të madhe në çështjen e zhvillimeve politike, dhe në këtë aspekt mendoj që Kosova mund të bëjë më shumë dhe duhet të bëjë më shumë. A mund më thoni troç? Patjetër. Partnerët tanë strategjik të huajt, a e vënë re ku ne dërgojmë përfaqësues të institucioneve tona, besnik të partive, që nuk e njohin gjuhën e diplomacisë në nivelin e duhur dhe a na kushton në kjo si shtet? Natyrisht, si shtet i ri, ne nuk kemi ndonjë përvojë të madhe në aspektin diplomatik dhe nuk kemi një rekrutim të madh të stafit, sidomos po flasim për vitet e fillimit të vitit 2008. Tani natyrisht ka kaluar një periudhë pak më gjatë dhe kemi një staf diplomatik i cili është aftësuar, është integruar, kanë kryer natyrisht edhe ndoshta kurse të ndryshme në aspektin diplomatik. Ka her pas here natyrisht edhe vendimare të cilat ndoshta nuk janë të duhura në vendin e duhur, sepse nga përvoja mund të them lirisht çdo person i cili kryen shërbime diplomatike në një vend dhe nuk e njeh gjuhën e atij vendit, është më e vështirë të deportosh. Kështu që në aspektin e përzgjedhjeve të diplomatëve është mirë natyrisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të gjindë njerëzit të cilët me të vërtet kanë njohuri ndaj shtetit ku shërbejnë dhe sidomos kanë njohuri të gjuhës, kulturës, traditës, sepse kjo natyrisht hap dyrë shumë lehtë se sa mosnjohja. Në disa raste kemi shumë diplomatë të cilët janë adekuat, por natyrisht ka pas dhe besoj që do të ketë edhe vendimarrje për disa të cilat ndoshta nuk janë edhe të familiarizuar me shtetin ku shërbejnë. Në kohën tuaj, dera e Gjermanisë ka qenë e mbyllur në shumë procese, ose pothuajse në të gjitha. Sot, diplomacia kosovare është mbyllur paksa në vetvete, atë ndjesi kam unë. Apo, po keq kuptohemi, si e shihni ju? Është po çalon shteti akoma në vitin 2025?
Në kohën e shërbimit tim 2012-2018, pra kemi pas me të vërtet një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me institucionet në Gjermani, sidomos në Berlin me qeverinë e ish kancelares Merkel, e cila ka qenë shumë e përkushtuar që Kosova të jetë sa më mirë e përfaqësuar, që Kosova të ketë sa më shumë njohje, dhe Ministri i Punëve të Jashtme të Gjermanisë, çdo herë në takimet që ai ka pas me shtetet ndryshme anë mban botës, pikën e veçantë ka pas edhe njohjen e Kosovës. Ky ka qenë angazhim edhe i ish ministrit të punëve të jashtme zotit Hoxhaj, po edhe i diplomatëve tonë, sepse ne kemi krijuar në Gjermani edhe shërbimet tona konsullore, që nga Müncheni, Stuttgarti, Frankfurti, tani kemi Düsseldorfin, Hamburgun, Berlinin, me që kemi një numër të madh bashkëdhëtarëve. Prandaj roli i Gjermanisë është kyç. Dhe ne për fat mirë kemi një shtet mik ndaj Kosovës, dhe ky shtet na ka ndihmuar dhe është duke na ndihmuar edhe më tutje në forcimin e shtetëndërtimit, natyrisht edhe në afirmimin e Kosovës dhe njohjen e Kosovës edhe në shumë vende të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, e sidomos vendet e Bashkimit Evropian, si dhe në institucionet e ndryshme ndërkombëtare. Ku mendoni që Kosova mund të antarësohet në komunitetin evropian? Kjo është pyetje ndoshta për $1 milion. Po, kjo është pyetje $1 milion, por mbase edhe mund ta godasim sot. Varet shumë prej proceseve gjeopolitike. Ne tani në Evropë kemi një situatë jo të volitshme, sidomos vitet e fundit me pjesën e invazionit rus dhe luftën në Ukrainë. Kemi natyrisht 5 vende të Bashkimit Evropian të cilët ende nuk e njohin shtetin e Kosovës. Natyrisht ne nuk jemi të integruar ende në organet e ndryshme të Bashkimit Evropian, sidomos antarësimin në Këshillin e Evropës, i cili ende nuk është bërë. Pra është vështirë të thuhet për kohë të caktuar, aso për vite të caktuar, por duke parë zhvillimet gjeopolitike, të cilat janë natyrisht me intensitet të lartë, duke u zhvilluar edhe në Evropë, por edhe në vendet e ndryshme të botës, besoj që Ballkani përgjithësi do të ketë afate jo të gjata të antarësimit në Bashkimin Evropian, për shkak se ne jemi në zemër të Evropës. Dhe duke parë zhvillimet të cilat janë duke ndodhur, sidomos mund të them lirisht me proceset që është duke i bërë Shqipëria, Mbalizi, Maqedonia, ne si Kosovë duhet të punojmë edhe shumë më shumë që të jemi sa më afër dhe sa më shpejt pjesë e familjes evropiane. Kjo është vetmja rrugë dhe vetmja mundësi që ne të jemi të afirmuar dhe ne t'i kryjmë detyrat tona që mandej mos të kemi pengesa të ndryshme në kuadrët të antarësimit. Mund të ndodhë kjo në dekadën e ardhshme? Shpresoj shumë po, sepse është më rëndësi edhe për një stabilitet të Evropës. Ne kemi vendet e Ballkanit perëndimor, të cilat janë pjesë dhe mund në mes të Evropës, dhe për një stabilitet politik, po natyrisht edhe për një stabilitet dhe zhvillim ekonomik të vendeve të vogla që jemi ne në Ballkan, është e nevojshme që Evropa të hapë dyert, të përshpejtoj procedurat, të ndihmoj këto vende, domethënë, me gjithë fuqinë që e kanë, në legjislacion, në kryerjen e kapitujve sa më shpejt, dhe natyrisht ne t'i kryejmë detyrat tona që sa më afër në periudhë kohore të kemi mundësi të jemi pjesë e familjes evropiane. Zoti Xhakaliu, i kam shumë dëshirë tani të kaloj në kapitullin tuaj aktual. Sot ju gjendeni në sektorin privat, tek Astor Holding, një kompani prestigjioze për konsulencë dhe menaxhim projektesh. Nga përfaqësimi i flamurit në menaxhimin e strategjive, pyetja ime për ju është më lehtë
apo më e vështirë të menaxhosh egon e politikanëve apo interesat e biznesmenëve? Pyetje interesante, faleminderit shumë. Se është dallimet vërtet interesant. Në aspektin diplomatik dhe në aspektin e politikës dhe përvojës time, me që kemi pas me vërtet një intensitet, një maraton 6 vite me vendimarrje të ndryshme, procese të ndryshme. Në 2014 është nis procesi i Berlinit, i cili ende vazhdon, ka qenë iniciative edhe kontribut, po ashtu edhe i joni personal, ku ne kemi tentu që me qeverinë gjermane, ish kancelaren, të bëjmë diçka për Ballkanin, të fillojmë diçka për Ballkanin, që Ballkani mos të jetë anash. Dhe procesi i Berlinit ka në rëndësi të veçantë, sepse ka të bëjë edhe natyrisht me stabilitet politik, por edhe me zhvillim të projekteve të ndryshme. Prandaj, në aspektin diplomatik, jo çdo herë është e lehtë të jesh në egon e politikanit, por natyrisht edhe biznesi e ka parafërsisht të njëjtën nivel. Edhe në biznes duhet të jetë i qartë, duhet të jesh ekspert, dhe natyrisht duhet të jesh bashkëpunues për të arritur sukses në biznes. E domosdoshme. Ti je i suksesshëm, do të thotë të dish të negocjosh, kjo është tepër e rëndësishme. Ju keni qenë tavolina ku vendoseshin edhe fate shtetesh. Dhe tani, në tavolina biznesi, cili është rregulli juaj i art në negociata? Disiplina, sepse kam kështu pjesë të përditshme të jetës. Disiplina, informimi sa më i saktë, përgatitja sa më e mirë për takim, çfarë do niveli qoftë, sidomos në aspektin e diplomatik, sidomos në aspektin e vendimarrjeve politike, sepse po të mos jesh i përgatitur, atëherë natyrisht se nuk je edhe adekuat në tavolinën apo tryezën e takimeve. Kështu sa më shumë që personi të jetë i përgatitur, të jetë i vëmendshëm dhe të ketë durim natyrisht deri te vendimarrja është shumë e rëndësishme. Unë kam dhe 2 opsione të tjera për ju. A është më shumë të flasësh i fundit, apo të dish diçka që të tjerët nuk e dinë? Mendoj se durimi, për them nga përvoja, durimi ndonjëherë është shumë armë e artë, që të kesh durim, të ndëgjosh me vëmendje, por natyrisht edhe të jesh më informuar ndoshta se personi apo individi apo politikani apo afaristi në tavolinë. Sa më shumë informacione, aq më mirë është natyrisht për vendimarrje. Marrja e informacionit është shumë e rëndësishme. Madje më kanë thënë që është çelësi i suksesit. Është një nga gjërat më të rëndësishme në Flas dorë nga përvoja, edhe në aspektin politik, po edhe në aspektin diplomatik, sidomos në aspektin e afaristit, me qenë se përgatitja dhe natyrisht marrja e informacionit paraprak është shumë e rëndësishme. Por suksesi ka dhe kriza. Nuk është gjithmonë rrugë e shtruar. Dhe në këto kriza, në këto situata, testohet për mendimin edhe timin personal një lider i vërtet. A mund të ndani një moment me ne, qoftë në ambasadë, në atë kohë ku ju ishit aktiv si diplomat, por dhe në biznes, kur ka qenë momenti juaj më i vështirë, ose kur ka qenë ai moment që asgjë nuk shkonte sipas planit, dhe ju keni marrë një vendim mbase shumë të shpejt, por tepër të rëndësishëm? Ka shumë, me të vërtet, me qenë se Do të veçonit një? e theksuam që kemi pas 6 vite një maraton të suksesshëm, mund të them lirisht. Ka pas ditë shumë të bukura, por ka pas edhe ditë jo as të mira në aspektin e angazhimit, në aspektin e përkrahjes, në aspektin e takimeve të ndryshme të cilat është dashur të realizohen, por nuk kanë mund të realizohen. Ndoshta më i vetëm shkurt me që në këtë pjesën e diplomacisë e mbaja ende shumë për vetë interne dhe informacionet nuk kam dëshirë që të jenë shumë publike, por mund ta veçoj vitin 2015 kur ne patëm një fluks të madh
në Gjermani nga ana e Kosovës, ishte një shqetësim, një breng, sepse filluan të lëviznin shumë të rinë nga Kosova, ta linin Kosovën, ishte një organizim masovik që të dilnin dhe ta shinin perëndimin. Mirë po, mas disa muajve ne patëm edhe një kërkesë të shumicës të cilët vërshuan Evropën, sidomos Gjermaninë, që të kthehen në vendlinje dhe kjo ka qenë një moment shumë për mua i gëzuar, i lumtur, që në shërbimet tona konzullore ishte kërkesa për kthim prapë në vendlinje. Dhe kam takuar disa të rinj, sidomos, të cilët në atë periudhë kanë lënë edhe vendet e punës të mira, mund të themi, domethënë me të ardhura edhe të mira dhe solide nga Kosova, vetëm që dalin dhe ndoshta ta shohin apo ta përjetojnë perëndimin, duke parë mundësitë jo edhe aq të mira, inkuadrimin, gjuhën, punësimin, rregullimin e dokumentacionit që ka qenë natyrisht i vështirë. Kërkesa atyre ka qenë që të kthehen dhe këto takime për mua kanë qenë shumë të mira dhe mbesin në kujtim, kur shumica atyre kanë kërkuar dokumentacion të kthimit në vendlinje dhe ne ju kemi dhënë këtë mundësi. Gjë e bukur, shumë e bukur për ta dëgjuar. Një person i kalibrit tuaj, si e menaxhon presionin? Mbasi një këshill për gjithë ata që na ndjekin, sepse presioni është një ndjesi që edhe mund të bllokojë dikë gjatë rrugtimit. Është shumë e vërtetë, por unë kam një qetësi në vetvete dhe këtë kam bërë në vitet paraprake, me qenë se para shërbimit diplomatik kam qenë i punësuar në institucionet të ndryshme në menaxhim, sidomos në pjesën e menaxhimit shëndetësor, dhe aty ka qenë një presion jashtëzakonisht shumë i madh për shkak të punës 24 orësh në për këto institucione, dhe natyrisht është doftë që t'jesh agil, i shpejt, i saktë, vendimmarrje, por kam kryer disa kurse menaxhuese në aspektin e qasjes, në aspektin e kohës, në aspektin e durimit. Dhe kjo janë këto veti që mund t'i mësojmë. Po, patjetër. Mund t'i trajnojmë. Patjetër. Këto kurse të cilat kanë qenë të nivelit shumë të lartë menaxhues, personalisht më kanë dhënë një mundësi që ta kem qetësinë, edhe në takim, edhe në bisedë, edhe në biznes, edhe në politikë. Dhe për mua ka qenë një armë jashtëzakonisht shumë e fortë në aspektin e ruajtjes së qetësisë dhe natyrisht në aspektin e durimit. A janë këto veti gjermane që ju i keni kthyer në vetit tuaja personale që ju ndihmojnë dhe për të qenë produktiv? Me që jam rrit një pjesë madhe të jetës dhe natyrisht karrierën e kam këtu, kam mësuar shumë prej miqve gjerman me cilët kam punuar në niveleve të ndryshme të larta, dhe kam kështu moto të jetës time edhe në punë, edhe në biznes, edhe në jetën e përditshme, që disiplina, sidomos disiplina në punë, është çelësi i suksesit. Nëse ne kemi disiplinë të cilën shteti, popullata gjermane e praktikon, për mua kjo është një karakter dhe një veti të cilën e mbaj çdo herë me veti. Pra kam mësuar nga miqët gjerman që disiplina, suksesi, orari, koha, termini, dhe më thonë, të jenë të sakta, natyrisht edhe suksesi nuk do të mungon. Të jemi sa më preciz. Sa më preciz, sa më të përgatitur, dhe natyrisht të mos humbasim kohën, sepse koha është në biti që dhe. Më keni dalë në shteg. Sot, shumë të rinj nga Kosova, si që thamë më përpara, duan suksesin, po ato të shpejtin. Ju keni ndërtuar karrierën tuaj hap pas hapi,
Nëse do të kishit përballë sot Skënder 25 vjeçar, çfarë do t'i thonit? Nxito se bota dhe koha po t'ikën, apo bëj durim se cilësia kërkon kohë? Mendoj që është e përbashkët. Natyrisht që durimi e bën të vetën, durimi natyrisht e bën edhe cilësinë. Por para 25 viteve ndoshta nuk e kemi pas këtë zhvillim teknologjik që e kemi sot. Dhe në atë kohë ndoshta më tepër ka qenë durimi. Kurse sot mendoj që është më mirë të nxitojmë. Është më mirë të ecim me kohën, sepse zhvillimet ndryshme dhe natyrisht sidomos pjesa e teknologjisë informative, po edhe natyrisht proceseve të ndryshme, është koha të nxitojmë dhe mos të humbim kohë. Shumë faleminderit. Skënder, për ta përmbyllur këtë intervistë që ishte shumë informative, edhe mua më ka pëlqyer dhe jam ndjer shumë mirë. Kam dëshirë t'ju ftoj në një nga rubrikat më të preferuara të mijat. Quhet mit apo fakt, ku unë ju jap 5 konstatime që i kam për vetë, mbase i kam dhe me të dëgjuar. Dhe ju më jepni mit apo fakt, më thjesht e vërtetoni nëse është e vërtet apo jo, mbase dhe me një fjali shpjeguese, dhe kjo lejohet. Okej, me jo shumë komente. Në diplomaci, një darkë e mirë zgjedh më shumë punë se sa një mbledhje zyrtare në zyrë. Është mit apo fakt? Bazë përvojës time personale është fakt, sepse në disa raste do me thonë një darkë mund të zgjedhë shumë probleme. Okej. Diaspora shqiptare në Gjermani është më patriotike se shqiptarët që jetojnë në Kosovë. Është mit apo fakt? Më adhetare nuk do të mendoja, por diaspora në Gjermani është me të vërtet një sukses shumë i madh, dhe unë i përgëzoj të gjithë ata të cilët sot janë në institucione të ndryshme të shtetit gjerman, dhe natyrisht kemi një numër të madh afarizëve të cilët me të vërtet janë ambasador të shtetit të tyre apo Republikës Kosovës. Faleminderit. Shqiptarët bëhen bashkë vetëm kur janë në rrezik, por për çans apo situata qetësohet. Është mit apo fakt? Mit. Okej. Të jesh ambasador është më shumë luks dhe pritje se sa punë reale në terren. Është mit apo fakt? Mit, të jesh përfaqësues i shtetit është me të vërtet një privilegj, por edhe është një angazhim jashtëzakonisht shumë i madh. Pa Gjermaninë, rruga e Kosovës drejt Europës është e mbyllur. Është mit apo fakt? Është fakt sepse biseduam edhe më herët, shteti gjerman, Gjermania luan një rol kyç në Bashkimin Evropian dhe natyrisht edhe në politikë bërjen për te oqeanit. Prandaj pa Gjermaninë, Kosova do të ketë vështirësi. Për të shkuar drejt Europës. Ju falenderoj shumë, Skënder. Ishte një kënaqësi e veçantë që ndam këtë rrugtim nga Berlini diplomatik në vizionin drejt suksesit, me suksesin. Faleminderit që ishit me ne për te kufive. Faleminderit edhe ju dhe ishte kënaqësi. Ju falenderoj dhe ju që qëndruat me ne, në vazhdimsi ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe miru takofshim në puntatën e radhës për te kufive me mua, Malbora Gurën.
Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.